Masakër në Prizren. Babai dyshohet se vrau vajzën e tij 15 vjeçare me thik. Shtetasi huaj po ashtu therr vajzën tjetër, gruan, e më pastaj tenton edhe të vetvritet. Arrestohet menjëherë. Një ngjarje makabër ka ndodhur në rrugën Shote Galica në Prizren. Mehmet Gorenc, rreth 45 vjeçar, është burri i cili dyshohet se sot rreth orës 5 të mëngjesit vrau vajzën e tij 15 vjeçare në Prizren me inicialet S. Gorenc. Ngjarja tronditse ndodhi në banesën e tyre ku po jetonin me qira tash e 6 muaj. Gorenc nuk u ndal me kaq. Ai me thik në qafë sulmoi edhe vajzën tjetër A. Gorenc, rreth 10 vjeçare, dhe gruan e tij, ku vajza menjëherë u dërgua për trajtim mjekësor, ndërsa i dyshuari i shkaktoi lëndime edhe vetes më pas. Pra bëhet fjalë për një familje me nënshtetësi turke. Për gjendjen e vajzës tjetër të lënduar do të shohim më vonë se çfarë ka thënë edhe për lajmin shefi i emergjencës në qendrën klinike e Universitare të Kosovës Naser Syla. Po ashtu, prokuroria themelore në Prizren në njoftimin e tyre tha se dyshohet që krimi ka ndodhur brenda rrethit familjar, e ku i dyshuari, pra shtetas turk, babai i vajzave, dyshohet se me një mjet të prehtë thik ka privuar nga jeta vajzën e tij rreth moshës 15 vjeçare, e cila ka ndrruar jetë në vendin e ngjarjes. Po ashtu, vajza tjetër, rreth moshës 10 vjeçare, ka psuar lëndime trupore dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetë. E njëjta është dërguar në qendrën klinike e Universitarit të Kosovës për trajtim të më tutjeshëm mjekësor. Po ashtu, lëndime trupore ka psuar edhe bashkëshortja e të dyshuarit, pra nëna e vajzave. I dyshuari gjithashtu është vetlënduar e po ashtu është jashtë rrezikut për jetë. Në anën tjetër, sipas burimeve të lajmi.net, mosmarrëveshjet e brendshme familjare quan deri tek krimi makabër që 45 vjeçari vendosi ta bëjë. Mirë, po cila ishte gjendja e vajzës që psoi lëndime nga thika dhe është jashtë rrezikut për jetë, na ka treguar shefi i emergjencës në QKUK Naser Syla. Alo, përshëndetje zoti Naser, çush je? Jam Selim Iftari, gazetar në lajmi.net. Deshta me të pyet veç për gjendjen e vajzës që ka ardhur prej Prizrenit e lënduar me thik. Është gjendje stabile, është do të vazhdon trajtimin në mas i të kryejmë ekzamenimet e na. Krejt çka dihet deri më tani është se vajza 15 vjeçare ka ndruar jetë në vend, ndërsa vajza tjetër rreth 11 vjeçare ishte transportuar me urgjencë në spital, ku po trajtohet edhe më tutje për plagë të rënda. Kjo familje, sipas policisë, ishte familje e rregullt dhe punëtore.